Jam këtu me Jacqueline. Si e kemi emrin? Ritzi. R-I-Z-Z-I. Riz. Okej. Sa kohë në Amerikë? Te 6 vite, erdhi mami deti 6 muaj në Amerikë. U dashurua me një burr amerikan. Vendosën që të martoheni, kështu që erdhi prapë në Shqipëri, më mori mua edhe erdhëm në Amerikë. Kam qenë 15 vjeçe. Me origjinë jam nga Korça. Kam lind në Itali, por jam rrit në Tiranë. Komunizmi sa iku në Shqipëri, dhe atëherë ato llotaritë amerikane filluan, e i hodhi me shoqërinë e vet e gjëra të tilla, edhe nga gjithë shoqëria ajo e fitovi, po në nase la. Do shta 97-ën, 98-ën, nuk jam shumë e sigurt. Ishte fiks po në ikë 97-ën. 97-ën. Si se la gjyqja? Se la tani s'thoshe çfarë do bësh ti në Amerikë? Erdhë direkt këtu në Boston apo ishte diku tjetër në fillim? Jo, ishim diku tjetër. Ku ishe? Në Virginia, në Blacksburg. Është vend shumë i vogël. S'ka asnjë gjë aty përveç lopave. Ai vajta në Virginia s'kishim asnjëri aty. Unë s'di as anglisht kur erdha këtu. Nuk dija çfarë po ndodhej me pak fjalë, sepse do të fillova high schoolin direkte. S'gjeta asnjë shqiptar, asnjë gjë, as italian nuk gjeta. Edhe më erdhi ajo acceptance që më morë në Boston University. Tani puna ishte, thash, kjo kushton shumë, nuk shkoj dot se është gati $90,000 në vit. Se po lexoja atë që më akceptuan, thanë që mora një full ride, mora bursë të plot për shkollë, kështu që thash, do shkoj në Boston University. Qëllimi im është që të bëhem avokate internacionale.